Kupa e Botës 2026, që nis më 11 qershor, po shihet si një nga ngjarjet sportive më të mëdha në histori, por edhe si një nga më të kushtueshmet për mjedisin. Turneu është zgjeruar nga 32 në 48 ekipe dhe do të zhvillohet në 16 qytete të shpërndara në 3 vende: Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Sipas platformës globale të llogaritjes së karbonit Greenly, emetimet totale të këtij botërori pritet të arrijnë në rreth 8.6 milion ton dioksid karboni. Kjo shifër është ekuivalente me emetimet vjetore të rreth 1.7 milion makinave dhe më shumë se 2 fishi i ndikimit klimatik të botërorit të Katarit 2022. Ekspertët thonë se deri në 87% e ndotjes do të vinë nga udhëtimet, kryesisht nga fluturimet e miliona tifozëve që do të lëvizin midis kontinenteve për të ndjekur ndeshjet. Edhe ekipet kombëtare përballen me distanca të mëdha. Për shembull, ndeshjet e Anglisë do të zhvillohen në Dallas, Boston dhe New Jersey, duke mbuluar më shumë se 1.700 milje udhëtim. Përveç udhëtimeve, një pjesë e konsiderueshme e ndikimit vjen edhe nga infrastruktura digjitale, përfshirë transmetimet televizive, streaming dhe platformat e baseve, të cilat kërkojnë sasi të mëdha energjie. Sipas operatorit britanik të energjisë, çdo ndeshje e Anglisë dhe Skocisë mund të rrisë kërkesën për energji deri në 600 megawatt, sa konsumi i përbashkët i qyteteve Glasgow dhe Leeds. FIFA më herët ka premtuar uljen e emetimeve të karbonit me 50% deri në vitin 2030 dhe arritjen e neutralitetit klimatik deri në 2040, por nuk ka vendosur ende një objektiv specifik për vetë Kupën e Botës. Ndërsa milionat tifozë përgatiten për festën e futbollit, ekspertët paralajmërojnë se ndikimi mjedisor i këtij turneu mund të hapë një debat të ri global për të ardhmen e sporteve të mëdha ndërkombëtare.